Të ftuar në studio ne kemi sot përfaqësuesin e Kosovës në Washington, zotin Avnis Pahiu. Zoti Pahiu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit zoti Ilir. Natyrisht për ju si diplomat përvjetori i parë i pavarësisë së Kosovës nuk është thjesht një rast për të festuar, por ka edhe në tekste politike. Ashtu është, por kosovarët, populli i Kosovës, unë personalisht gjithë kemi arsye që të kremtojmë. Është një vit i pavarësisë Kosovës, një vit i shtetit Kosovës, cilin janë bërë hapa pozitiv drejt konsolidimit të tij. Ka pasur shumë zhvillime pozitive në aspektin e krijimit forcimit të demokracisë dhe të kalimit të shumë ligjeve të cilat konsolidojnë shtetin e Kosovës. Ka pasur, siç e dini, është miratuar kushtetuta, pastaj ka pasur zhvillime të tjera gjatë vitit, shërbimi i inteligjencës, siç e dini, Këshilli i Sigurisë dhe shumë gjëra të tjera në aspektin e brendshëm, kurse në atë të jashtëm kemi njohje nga shumë vende të botës, por edhe qartësimi i të ardhmes së Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Zoti Pahiu, para se të hynim në studio, ju më thatë se ishit takuar me zyrtarët e Departamentit të Shtetit. Sa e lartë është ndjeshmëria e administratës së re amerikane për Kosovën? A ka ndonjë rënje? Është shumë inkurajuese që me kontaktet e para që kemi pasur me administratën e re, na është bërë ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën, do të vazhdojnë të mbështesin të rajonin, dhe kemi bindje të plotë se kjo do të jetë një fakt, dhe kjo na gëzon sepse Kosovën e lidh misia madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpresojmë që këtë ruajmë dhe ta forcojmë edhe në të ardhmen. Ju si përfaqësues i Kosovës, në fakt jeni ngarkuar me punë i Republikës Kosovës këtu në Washington. Si do të përcaktoni përparësitë tuaja të punës këtu në mjedisin diplomatik të Washingtonit? Po kjo, siç e thatë, ka qenë një fillim, cilin mendoj që kemi realizuar me sukses. Kemi krijuar kontaktet e para, jo vetëm me administratën, por edhe me komunitetin diplomatik këtu në Washington, dhe kemi bërë që të ndjehet prania jonë këtu. Natyrisht është detyrë jonë parësore që të mbajmë kontakte me diplomat vendeve të ndryshme, të cilat jo vetëm ato vende që na kanë njohur, por edhe me ato që do të na njohin apo që ende nuk na kanë njohur, dhe duam që ta prezantojmë Kosovën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Washington, që tash të krijojmë lidhjet me administratën, por edhe me komunitetin diplomatik. Zoti Pahiu, ditët e fundit zyrtari më i lartë i zbulimit amerikan, Dennis Blair, përmendi Ballkanin si një përparësi të lartë për Shtetet e Bashkuara në kuptimin e kërcënimeve të sigurisë me të cilat përballet Evropa. A shikoni ju mundësinë e rritjes së tensioneve gjatë vitit 2009 në Kosovë? Domethënë, është justifikuar një shqetësim i tillë? Në shoh si një indikacion se edhe kjo administratë do të qëndrojë pranë nesh edhe në periudhën e ardhshme. Një fakt tjetër është se Kosova është dëshmuar si një shtet konstruktiv, si një shtet stabilizues, dhe që ka relaksuar raportet në rajon. Nisur nga kjo, Kosova do të vazhdoj të luajë këtë rol konstruktiv me fëmijët e vet dhe të jetë me botën demokratike. Gjë që ka përgënjeshtruar deri me tani të gjithë kritiket e pavarësisë Kosovës. Ju para pak minutash përmendët çështjen e njohjeve të Kosovës. Dhe Kosovën e ka njohur deri tani 54 vende të botës. Opozita në Kosovë, si dhe element të shoqërisë civile, kanë kritikuar vazhdimisht qeverinë dhe numrin qeverinë dhe Ministrinë e Jashtme në fakt për numrin e vogël sipas tyre të njohjeve. Ku ka ngecur sipas jush ky proces, pra procesi i shtimit të njohjeve? Unë mendoj se numri prej 54 vendesh që deri më tani kanë njohur Kosovën nuk është i vogël, dhe nëse krahasojmë me njohjet që kanë ndodhur tek të gjitha vendet që kanë dalë nga ish Jugosllavia, është një numër
parafërsisht i njëjtë në këtë hapësirë kohore. Vazhdojnë edhe premtime se do të ketë njohje të reja nga shumë vende të botës dhe është një proces që vazhdon dhe besoj se gjatë këtij viti do të kemi njohje shumë të mëdha nga shumë vende të botës dhe nuk besoj që është diçka për tu shqetësuar në këtë moment. Pse për shembull vendet muslimane nuk kanë qenë aq aktive në njohjen e Kosovës? Si shpjegoni? Ka pasur kontakte dhe ka kontakte të vazhdueshme edhe me vendet arabe, me konferencën islamike dhe të tjerat dhe së fundi ka edhe premtime nga vende individuale që duan ta bëjnë njohjen shpejt të Kosovës. Kemi një njohje nga vendet arabe, Emiratet e Bashkuara dhe ka paralajmërime se do të ketë edhe njohje të tjera. Kontaktet me këto vende vazhdojnë, diplomacia e Kosovës, Ministria e Jashtme është vazhdimisht në kontakte dhe shpresojmë se do të ketë rezultate. Zoti Spariu, në Kosovë ka kritika edhe për veprime të ngadalshme nga diplomacia e Kosovës kundrejt sa ashtu quajtur ofensiv diplomatike të Beogradit. A ka, si thua, diplomacia kosovare një strategji ose nisma konkrete për t'ju kundërvënë kësaj ofensive, nëse mund ta quajmë kështu? Do të thosha është një ofensiv që do ta quaja agresive, një ofensiv serbe dekonstruktive, jo vetëm ndaj raporteve ndaj Kosovës, por përgjithsisht zhvillimeve që ndodhin në rajon. Diplomacia e Kosovës nuk është e bashkërenditur me veprimet e Serbisë dhe nuk vepron në bazë të inercioneve nga gjërat që ndodhin në Serbi nga diplomacia serbe. Por veprohet që në çdo moment të mbrohen interesat e Kosovës dhe që të ndihet zëri i saj, të krijojmë sa më shumë njohje dhe që Kosova ta dëshmoj rolin e vet konstruktiv, thash, relaksues, stabilizues në rajon. Po, duhet të them që ka nisma konkrete ose një strategji më të përcaktuar konkretisht? Po, është një strategji e qartë e Ministrisë së Punëve të Jashtme që të vazhdojnë, domethënë, kontaktet dhe të kërkohen njohje sa më shumë, që Kosova të jetë e pranuar edhe në organizmat ndërkombëtar. Kjo është një ndër përparësitë që i ka vënë vetes Ministria e Punëve të Jashtme dhe po punohet në këtë drejtim. Ky ndoshta është një proces shpjegues për ato vende të cilat nuk e njohin ndoshta mirë gjeografikisht Kosovën apo jo? Absolutisht, ne kemi pasur takime edhe këtu në Washington me vende të nga Afrika, të cilat nuk kanë pasur ndonjë njohuri të madhe për Kosovën, por që kanë një mirëkuptim ndaj aspiratave të saj dhe ndaj arsyeve që Kosova është bërë shtet. Ne shpresojmë që këto shtete edhe do të marrin vendim në të mirë të njohjes të Kosovës. Dhe një pyetje e fundit, zoti Spariu, pse ka vonesa në ngritjen e përfaqësive diplomatike të Kosovës jashtë vendit? Siç e dini, është vetëm një vit nga pavarësia, janë bërë me kohë, domethënë përgatitjet, janë hapur së pari 10 ambasada në përbot, një prej të cilave është në Washington, dhe para disa ditësh presidenti ka dekretuar edhe hapjen e 12 ambasadave të tjera në vendet ndryshme. Mendoj që është një ritëm normal. Zoti Spariu, faleminderit. Faleminderit, zoti.